Një grup ndërkombëtar që trafikonte vajza nga Azia dhe Amerika Latine në Shqipëri për të shfrytzuar për prostitucion është goditur nga policia shqiptare në bashkëpunim me strukturat e Europolit. Në kuadër të operacionit Rjeti, sipas prokurorisë së Tiranës, u lëshuan 19 masa sigurie, 9 prej të cilave u ekzekutua në Shqipëri dhe 10 në Kolumbi, ndërsa 3 persona u shpallën në kërkim. Në vendin tonë ranë në pranga Aselar Dysheva, Rostislav Mieshkov, Denis Berisha, Mirel Shpërdheja, Dritan Sukaj, Imar Gugashi dhe Kevin Dreu, ndërsa organizatori Lukas Bentancur është arrestuar në Kolumbi. Po ashtu 48 vajza të huaja janë vënë në hetim për ushtrim prostitucioni. Hetimi për shkatrimin e këtij grupi nisi që në muaj shkurt 2025, në rastet kur vajzat refuzonin ose kërkonin të largoheshin, ato kërcënoheshin me familjarët e tyre në Kolumbi. Për kryerjen e këtij operacioni, një delegacion i autoriteteve shqiptare udhëtoi në Medelin i përbërë nga zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, Erion Ismaili, shefi sektorit të antitrafiqeve Arber Zdemani, prokurori Ritvan Suka dhe oficerja shqiptare e kontaktit në Hag.